Berisha, një pyetje tjetër, duke qenë se jemi për fjalën e lirë, a keni një koment për mbylljen e zërit të Amerikës pas kaq vitesh me një urdhër ekzekutiv? Tani, komenti im është ky. Në diktaturë ka qenë zëri vetë. Komenti im është ky. Gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump, pavarësisht se çfarë thot propaganda kundër tij, asnjë gazetar nuk është ndëshkuar. Jo, ta them unë ty, se unë e kam ndjek se atë e kam treguar atë. Por mua është një tregues. Nuk është dënuar asnjë gazetar. Pra, dhe të themi gjë tjetër e dyta, fjala më e bukur që ai ka mbajtur ka qenë fjala për censurën. Garancitë që ai dha se nuk do ketë censurë në Shtetet Bashkuara. Në këtë kontekst, mbyllja e zërit të Amerikës është çështje e një geopolitike globale. Pra, ata e konsiderojnë se shpenzimet kolosale që bëhen me këtë radio të kufizohen, të kenë, do të thënë, është ose të shmangin një propagandë që ata e konsiderojnë administrata e aktuale dhe zonja Lejk, mos gabohem, e konsideron të tepërt. Kështu që s'ka të bëjë me censurën, ajo është një ent publik, nesër mund vendoset të mbyllet televizioni shtetëror, po nëse televizionet private kanë të gjithë hapësirën, shqiptarët nuk mësojnë asnjë censurë.